dhe ky ishte dhe sekreti i përgatitjes. Panxari të dashur ndjekës janë ditët e fund vitit dhe unë do bëj një sallatë që unë nuk më mungon në tryezën time, përdor gjatë gjithë kohës me panxar. Panxari ishte shumë i mirë. E kam la, po gjethe nuk ja kam heq. Unë gjithmonë e përgatis panxarin kur e ka bishtin të mirë, kur janë pa bishta e vej pa bishta, e laj dhe e vej ashtu. Edhe do t'i vej tashi në ujë të nxehtë. Këtu kam marrë 1 kile i qere, do t'i zi me tenxhere me presion, se të shkurton kohën, se këto dun mbi 1 orë të zin. Ujën e kam të nxehtë, e kam në ibrik. Gjithmonë nuk duhet të dali mbi panxarin dhe do t'a zi të rreth 50 minuta me presion, se gjithmonë flaka do e tjetë e ullët. Koha e zjerjes ka marru, këto i largoj pak në lavapjat. Ja ku janë, po i mbajte 50 minuta me tenxhere presioni, ato nuk e nevojë t'i provosh. Dihet që rezultati është ashtu siç duhet, se unë i përgatis shpesh. Do marr tenxheren siç e kisha, edhe e shplan sigurisht mirë, edhe i hudhi filxhon me uthull janë. 1 gotë çaj me uthull. Uthull gjithmonë uthull rrushi. Edhe 4-5 lugë ose gjysmën e filxhonit me ujë. Do t'i hedh edhe pak aceto, është pak e omël kjo. Po s'patët vazhdojeni dhe bëheni me uthull. Më pëlqen pak aceto, e ka shijen shumë të mirë. 2 bustina për 1 kile i qerek. Do hedh 2 bustina ja me sheqer të kuq. Tik më mrena. Normave të sheqeri. Ky do jetë edhe lëngu i këtyre panxarve, edhe marr dhe i qëroja kështu siç janë. Gjithmonë funin, edhe mojën ja heq. Ato do priten holl. Ja, sa më holl. Prandaj dhe zgjidhet forma pak e bukur e panxarit. Po kohën e ke pak më të madhe. Ja, tashti unë, siç janë këto, do myll kapakun edhe do t'i zi 3-4 minuta. E kam lënë 4 minuta me zjarta mesatar. Tashti e largoj dhe ky ishte edhe përfundimi i panxarit dhe sekreti i përgatitjes. Jo me krypa do hidhet vetëm në sallatë dhe jo këtu, se tjetërsojnë, kush të dëshiroj mund t'i vede në një urdhë në kavanoza, në enë, ja panxari. Tash do t'a lej derisa të ftofet fare, pastaj do t'a ambalazhoj në enët e qelqit që unë përdor. Ja gjithmonë do t'a lej në një vend të hapur, në balkon, në vendin që keni ju më të freskët, jo në frigorifer, asnjëherë gjëra të nxehta në frigorifer, se prishet frigoriferi dhe prishen dhe ushqimet e tjera, po gjithmonë në ambient të hapur, pastaj e kalon në kavanoza, në ena, në pjatë, ku të dëshironi. Po gjithmonë do lije 3-4 orë. Na bëft mirë qof viti marë me begati e me shnet.